Mos I prek gjërat e mia. Paraditja kishte qenë e rënë. Jo nga zhurma, por nga ajo ndjesi që diçka ishte lënë pezull dhe po kërkonte patjetër shpërthim. Labi rinte I ulur, me shpinën pak të kërrusur, duke folur me zë të ulët me 2 banorë të tjerë. Nuk po përmendte emra me zë të lartë, por kishte thënë mjaftueshëm sa për të ndezur atë që duaj. Limi e kishte dëgjuar. Nuk reagoi menjëherë. Ai ishte nga ata njerëz që nuk shpërthejnë në sekondën e parë. Presioni I tij vinte ngadalë, si një dorë që shtrëngohet pak nga pak. Ai u afrua. Labi, tha qetë, por me një ton që nuk premtonte mirë, pse më ke përmend? Labi ngriti syt, I papërgatitur për këtë afrim kaq të drejtë për drejtë. Unë thjesht po flisja, u përgjigj ai. Nuk thash gjë të keqe. Limi u ul përballë tij, shumë afër. Aq afër sa hapësira personale u zhduk. Më ke përmend me këkerri, vazhdoi Limi. Më ke përmend krevatin. Këto janë gjërat e mia. Zëri I tij ishte ende I ulët. Por çdo fjalë ishte e mbredh. Nuk duhet të flasësh me kë ha buk unë, tha ai. Nuk duhet të flasësh me kë fle unë. Nuk duhet të flasësh me kë respektoj unë. Labi u përpoq të qeshte nervozisht. Po qa po bën kaq të madhe? Jemi në lojë. Mos e përdor lojën si justifikim, I apreu Limi. Loja nuk të jep të drejtë të prekësh jetën time. Tani vëmendja e banorëve ishte kthyer nga ata. Heshtje. Sy që shikonin. Kamera që nuk humbnin asnjë detaj. Paraditën, vazhdoi Limi, duke mos ja hequr syt nga Labi, më ke respektu. Në darkë vonë, prap më ke respektu. Dhe tani vjen e më përmend? Ai u ngrit në këmbë. Kjo nuk është rastësi. Kjo është provokim. Labi u ngrit edhe ai, instinktivisht. Nuk kam dashur me të ul, tha ai. Thjesht fola. Fjalët ulin më shumë se veprat, ja ktheu Limi. Sidomos kur flitet për gjëra intime. Presioni tani ishte I hapur. Jo më I fshehur. Jo më psikologjik. Ishte ball për ball. Ti nuk ke asnjë të drejtë, tha Limi, të ndërtosh lojën tënde duke përdorur Rin tim. Po ti kush je që ma ndalon? Reagoi Labi, tashmë I nervozuar. Shtëpia është e të gjithëve. Kjo fjali ishte shkëndija. Jo gjithçka këtu është e të gjithëve, tha Limi. Respekti është kufi personal. Ai bëri një hap përpara. Dhe ti e kalove. Banorët nisën të lëvizin. Disa u ngritën nga vendi. Disa thirrën emrin e Limit. Disa të tjerë të Labit. Tensioni u bë fizik. Ulu, Limi, tha dikush. S'ja vlen. Por ndodhi shumë shpejt. Një lëvizje e fortë. Një zhurmë me thatë. Limi ja gjuan një shpull Labit. Jo e gjatë. Jo e përsëritur. Një goditje e vetme, e qartë, që ndali kohën për një sekondë. Labi u step. Dora I shkoi instinktivisht te faqja. Syt ju mbushën jo me lot, por me shok. Dhoma shpërtheu. Oh. Çfarë bëre? Ndajeni. Ndajeni. Banorët u futën mes tyre. Limi nuk u përpoq të godiste sërish. Qëndronte drejt, frymëmarrja e rënduar, syt ende të ngulur te Labi. Kjo ishte për kufirin, tha ai. Jo për lojën. Heshtja e rënd ra për disa sekondë.